Kriza e dukshme Gen Z, paraja po kthehet në burim kryesor të stresit për të rinjt. Një studim i ri tregon se një pjesë e madhe e gjeneratës Z po përjeton nivele të larta stresi financiar, duke ndikuar drejt për drejt në gjendjen e tyre emocionale. Sipas gjetjeve, rreth 38% e të rinjve të kësaj gjenerate ndihen sikur po kalojnë një krizë të mesjetës, edhe pse janë në fillim të jetës tyre të rritur. Hulumtimi realizuar nga firma globale Ernst & Young gjithashtu zbulon se më pak se 1/3 e Gen Z ndihen të sigurt financiarisht. Mbi gjysma e të anketuarve deklarojnë se shqetësohen shpesh për mungesën e parave, çka tregon një pasiguri të vazhdueshme ekonomike për jetën e tyre të përditshme. Ekspertja e jetës Brittany Lindstrom thekson se ky lloj presioni financiar afatgjatë nuk ndikon vetëm në aspektin ekonomik, por depërton edhe në shëndetin mendor, marrëdhëniet dhe motivimin personal të të rinjve. Për më tepër, Gen Z është një brez që ka hyrë në tregun e punës në një periudhë të vështirë pas pandemisë, me kosto të larta jetese dhe një treg banesash gjithmonë dhe më të papërballueshëm. Për këtë arsye, shumë ekspertë theksojnë se kjo situatë nuk duhet parë si një dështim individual, por si rezultat i kushteve ekonomike globale. Studimi tregon gjithashtu se rreth 30% e të rinjve e konsiderojnë paranë si burimin kryesor të stresit tyre, duke e forcuar idenë se sfidat financiare po kthehen në një faktor të rëndësishëm që ndikon në shëndetin mendor të kësaj gjenerate.